Përshëndetje, sot po vazhdoj me një recetë tjetër të turshijave me speca së mburka të paluara që ju qëndrojnë për dimër pa u prish. Nëse nuk keni vend ku me mbaj turshijat, kjo recetë ju duhet. Filloj me recetën. Vazhdojmë dhe në një inë hedhim 2 gota me kryp. Gotat nga 200 ml. 1 gotë me sheqer. Këtë recetë nuk do ta përgatisim me uthull, por me maje uthlle. Pra, kjo është maja e uthullës që do ta përdorim për ta përgatitur recetën. Marrim 1 gotë të çajit dhe e mbushim me maje uthulle. E shtojmë te krypa dhe sheqeri, mandej marrim konzervues. 1 pako me konzervan dhe 1 pako vinobran. Pra, të dyja janë konservues për turshi. Krejt përbërësit vazhdojmë i përzim kështu mirë. Edhe këtu fillon të bëhet një masë e butë. Po e vreni, pra përzihet mirë krypa, sheqeri dhe uthulla. Pasi është gati, na duhet edhe një kandë kështu më e madhe. Tash vazhdojmë edhe marrim specat. Secilit spec nga 1 lugë të çajit, nga sheqeri, krypa, uthulla që i kemi bë bashkë. Edhe i vendosim drejt edhe në një kandë të madhe. Specat që janë pak më të vogël, si këtu, nuk e mbushni lugën plot. Specat e mëdha 1 lugë plot. Specat të vogël më pak se 1 lugë ose gjys lugë të çajit me kryp, sheqer. Pra nga kjo përzierja këtu e kemi të gatshme. Kështu vazhdojmë përgatisim krejt specat apo sëmburkat. Kështu përgatisim recetën e turshijës me speca të paluara ose sëmburka të paluara. Kjo turshi ju qëndron deri në 2 vite pa u prish, në qoftë se do ta mbani në një ambient të ftohtë. Pra, për shkak që përmban konzervues, por në sasi jo shumë të madhe. Gjithmonë konzervues kur përdorim, do të përdorim sasi më të vogël. Parafërsisht këtu, te kjo tepsi, kam dikond rreth 4 deri në 5 kg speca. Këtë përzierjen me kryp, sheqer edhe maje uthulle që e kena përgatit, ju mjafton për të përgatitur turshi ose dikon rreth deri në 9 kg ose 10 kg speca. Tash varet sa do me përgatit. Unë i kam marrë vetëm këtë sasi të specave, mirë po recetën po ua tregoj për më shumë kilogram speca. Pra, rreth 9 kg speca, ju mjafton kjo kryp, sheqer dhe maja e uthullës për të përgatitur turshi. Tash unë këtu thash kam parapërsisht 4 deri në 5 kg speca, edhe është mbush ki kavanozi këtu. E mbyllim mirë me kapak edhe do ta la 24 orë që specat të pushojnë edhe ta lshojnë lëngun e vet. Ko pas kohe do t'i rrotulloj nga pak. Siç mund ta shikoni, pra këtu më ka mbet kjo përzierja me kryp, sheqer, por do ta përdorim për të përgatitur ndonjë turshi tjetër. Ose ju mundeni për shembull më shumë speca me përgatit. Pas 24 ore specat kanë pushu edhe kanë ra te poshtë. Tash vazhdojmë edhe i transferojmë ose i mbushim kavanozat. Ja, si duken specat. Gjithmonë kur përgatisni turshi, do t'i zgjedhni ato speca që janë të pjekur mirë, pra që janë të fortë pjekur, jo që janë shtalp sepse ju nxihen. Pra të keni kujdes. Vazhdojmë dhe për këtë recetë na nevojiten karrota, majdanos edhe 2 kokra me hudhër. Hudhrën e kam përgatit, e kam prej imët, specat janë këtu, e kanë shuar lëngun e vet edhe këto lirisht edhe shumë kollaj, pra palohen. Unë kam e përdor kavanoz të vegjël, për specat që i kam të vegjël, e kavanoz pak më të madh për ato speca që janë më të mëdhej. Pra i paloj mirë kështu derisa të mbushet kavanozi, duke i shtipur, duke i shtuar majdanos, duke i shtuar karrota edhe hudhër. Hudhër unë i shtoj nga pak, sepse s'ka nevojë edhe shumë hudhër me i shtu, për shkak se vetëm sa për t'i dhënë shije. Pra kështu kena me vazhdu derisa të përfundojmë me krejt specat.
Për specat e mëdhej, thash po përdorim kavanoz më të madh, edhe po e shikoni që këto e lëshojnë në lëngun e vet. Kësaj turshie nuk i përgatisim lëng tjetër, vetëm me ujin e vet, që e kanë lëshu specat derisa kanë qëndruar 24 orë. Tash kemi arritur në përfundim edhe i kemi mbushur këto kavanoza. Krejt në fund vazhdojmë edhe shtojmë ujin ose lëngun që ka mbetur. Ja, ky është lëngu edhe tash vazhdojmë e shtojmë. Do ta shtojmë gradualisht nga pak në secilin kavanoz derisa të harxhohet uji. E në qoftë se uji nuk ju del, atëherë do t'i shtoni ujë të vluar specave. Asgjë tjetër, vetëm ujë të vluar. Por besoj që do ju dale, sepse mu më ka tepru uji në fakt, pra i turshijes. Tash lëngu ju ka dal, a uji ka tepru. Vendosni kese, edhe pastaj i mbyllim mirë me kapak, edhe këtë turshi e kemi gati. Turshien do ta la që të qëndroj në një ambient të ftohtë, në bodrum ose kudo që ju dëshironi me mbajt. Për shkak që ka konservues, kjo turshi nuk prishet, kudo që ju do ta leni. Pra vazhdoni edhe mund ta mbani në ndonjë dhomë edhe të ftohtë, nuk prish punë. Kjo turshi pra ju qëndron një vit, edhe deri pra në vitin tjetër nuk ju prishet. Provoni recetën sepse ja vlen. Kjo recetë është sidomos për ata që s'kan ku me i mbajt turshijat, nuk kanë vend të ftohtë, kjo është ideale. Me pak konservues, pra ju qëndrojnë deri në vitin tjetër. Bëhen tepër të mira të qeshme dhe bëhen specat e fortë. Provoj recetën.